vure re se çfarë porositja ai? Fare. Se mbaj mend fare. Shikon se të fokusuar pas kam qenë. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Të gjithë ftuarit janë të veçantë, është një shprehje që më pëlqen shpeshherë ta them në nisje të programit, por ajo mban një kuror ndryshe në të gjithë këtë veçantitë personazheve, sepse është një njerëz që ka fituar zemrën e shumë prej juve që mbi të gjitha doni të jetoni shëndetshëm dhe doni të bëni një jetë sa më të shëndetshme për shkak të këshillave të saj. Është Blerina Bombaj. Blerina, faleminderit që jemi ne. Kënaqësi, Trini. Më lejo që në fillim të them të të vlerësoj maksimalisht për gjithë punën që ti ke bërë ndër vite, hyn te njerëzit që ke një raport të jashtëzakonshëm me përkushtimin, me korrektësinë, me qasjen që ke ndaj publikut dhe temi që në një territor si Shqipëria është pak e rrallë kjo, kur sheh njëri kaq përkushtuar, kështu që doja të komplimentoja që në fillim bisedës për këtë qasje tënde që ke me punën, por edhe me përkushtimin ndaj profesionit tënd. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë, më bëhet qefi që i dëgjoj këtë fjalë. Gjithmonë kam pasur një parim në jetën time mos u pajto asnjëherë me mediokritetin edhe mos u pajto me mesataren, dhe mos e bëj një gjë sa për të kaluar radhën ose sa për ta bërë. Kur bën diçka, gjithmonë i kam thënë vetes bëje mirë. Bëje ndoshta edhe më mirë se kushdo tjetër kur merr përsipër të bësh diçka. Thjesht si qëllim se gjithmonë ka më mirë. Por mendoj që çdo njeri duhet të ketë këtë parim në jetë që të mos pajtohet me mesataren. Me mediokritetin dhe me mesataren dhe me masën shpeshherë që edhe të kënaqet me pak. Na detyron të bëjmë disa kompromise, dashur apo pa dashur. Meqense e nisëm në këtë formë bisedën, masa, po themi shumica e njerëzve duket sikur në vitet që jetojmë ka një shtim të ndjeshëm të interesit ndaj të kujdesurit për veten. Është perceptim apo është e vërtet? Është e vërtet sepse ka shumë më tepër ndërgjegjësim, ka shumë më tepër informacion, ka shumë më tepër mirëqenie. Me thënë në përgjithësi jeta ka evoluar për disa gjëra, po themi nga ana të paktën e kushteve ekonomike për më mirë. Njerëzit nuk jetojnë më në ato kushte varfërie ekstreme, siç mund të kenë jetuar 100 vite më përpara ose vështirësisht ekstreme. Kështu që duke u rritur mirëqenia, duke u përhapur çfarë deshet të thosh. Jo, po se ndonjëherë më kujtohet diçka dhe nuk dua që ta lë pa thënë, po jo për të ndërprerë mendimin, por thonë që për shumë disa nga këshillat që dëgjoj shpeshherë, mbase për burrat ose për ata që stërviten, ha të thonë që ka ngrënë para artësit e tu. Edhe ndonjëherë kjo mos është pak kontradiktore, mos kemi ngrënë më mirë përpara. Prekim dhe atë. Them thjesht në aspektin është përmirësuar mirëqenia në kushtet e jetesës, jo në cilësi. Domethënë në cilësinë e ushqimit sigurisht ne kemi humbur, por kemi shumë ushqim. Më përpara kemi pasur shumë më pak sasi ushqimi, shumë më pak variacion ushqimi, por shumë më tepër cilësi. Me kalimin e kohës, me përmirësimin e ekonomisë, është rritur sasia ushqimit, aksesi në ushqim për shumë njerëz është shumë më i madh, pra njerëzit më përpara mund mos kishin këtë akses që kanë sot, por cilësia është një gjë tjetër për të diskutuar pastaj.
Ajo që na bën shumë shpesh që të vënë në dyshim veten është cilësia e produktit që konsumojmë sot. Sa i sigurt është produkti që konsumojmë sot dhe si të bëjmë kujdes që të mos bijem pre e produkteve që nuk janë shëndetshme. Ka një tregu, ka kaq shumë ndonjëherë mbi ngarkesë, si ta dallojmë? Ka shumë mbi ngarkesë dhe mendoj që gjithë kjo mbi ngarkesë dhe i gjithë oferta ushqimit që bëhet pas nga mbrapa ka një industri të strukturuar shumë mirë që ty të vi shumë kollaj dhe shumë më përpara, më lehtë ai ushqim që industrit duan, sepse është çështje interesa shumë të mëdha. Ajo që marketojnë, po. Ushqimi është një nga industritë më të fuqishme në botë, sikur është dhe farmaceutika për shembull. Dhe industritë që janë mbrapa kontrollojnë edhe zgjedhjet e njerëzve, fatkeqësisht. Si ta kuptojmë këtë për shembull? Kjo është e ditur tashmë, por njerëzit si ta perceptojmë këtë që po thua ti? Domethënë ata kanë shfrytzuar faktin që njerëzit ushqimin e kanë deri diku dhe varësi. Pra ushqimi mund të bëhet dhe varësi, sepse e tillë kanë studiuar shumë mirë biokimin e trurit tonë dhe kanë bazuar marketingun e tyre pikërisht në këtë njohuri shumë të thellë të psikologjisë së njeriut dhe të biokimisë së njeriut, kështu që njerëzit tashmë e kanë të pamundur që të shmangin ushqimet që industria do që ata të konsumojnë. Se vërtet industria ushqimore bën ka studime kaq të mirëfillta për shembull ka shkencëtarët më të shquar për sa i përket marketingut, për sa i përket psikologjisë. Pra, ti po thua me fjalë të tjera që ta shkencëtar perceptojnë se çfarë shqisat e njerëzve dëshirojnë më shumë dhe atë shije vendosin në produktet që janë shumë të studiuara raportet e shijes tek ushqimet e përpunuara dhe të gatshme që të rinë në rafte dhe që njerëzit i marrin shumë kollaj për të zëvendësuar ushqimin, domethënë ushqimi i shpejtë që ne themi. Ushqimet që janë që rinë me javë të tëra në rafte, ushqimet të ëmbla, të kripura që njerëzit pickojnë më shumë, jo zëvendësojnë kryesisht bakte. Thonë që kjo është përdorur shumë në industrinë e fast foodeve për shembull në botë. Po, në të gjithë industrinë ushqimore, domethënë në industrinë flasim të ushqimeve të gatshme tani, sepse industria ushqimore ka shumë produkte, ka edhe mishin, ka edhe ushqime të freskëta, po them. Ushqimet e gatshme të përpunuara janë totalisht të studiuara që nga momenti që nga paketimi, që nga ku do vendosen në raft, domethënë kur ti ata din shumë mirë kur ti futesh në një supermarket se çfarë xhiroje do bësh dhe të vendosin perimet dhe frutat, ti vendosin çik më, ti kesh më vështirë për t'i zgjedhur dhe ti vendosin shumë më kollaj. Kjo është e rastishme. Jo, absolutisht kjo është e rastishme. Hapja dhe crunchi i parë që ti bën me atë ushqim, pra kontakti i parë, ajo krokantja që janë shumica e këtyre ushqimeve dhe raporti i yndyrës i kripës ose i yndyrës i sheqerit është perfekt që ty të krijoj ndjesi atë çlirimin e dopaminës, pse ushqimi në një farë mënyrë tek njeriu lëshon edhe disa neurotransmitor të cilët lidhen me qendrat e shpërblimit në tru që të bëjnë të ndjehesh mirë. Dhe këtu janë, kësaj kanë mshuar shumë fort, pa mëshirë. Kjo është një bisedë shumë interesante, po unë dua ta nis pak me fillimin tënd, si re në dashuri me këtë profesion. Ishte rastësi zgjedhja e, domethënë unë kisha zgjedhur 3 fakultete si alternativa tek forma që plotësuam pasi mbarova gjimnazin në Greqi, që nëse s'të dilte i pari, cili do ishin 2 të tjerët. E para ishte mjekësi, të dytën kam vënë biologji dhe të tretën kam vënë dietologji, që ishte një shkencë shumë e re në vitin 94 që kam kaluar unë në universitet. Dhe vura kështu, si diçka të gjithë e përflisnin si diçka që ishte e kohës dhe e të ardhmes në fakt. Dhe kur kalova, kur më doli dietologjia nga të treja, domethënë dietologjia më doli, pata një entuziazëm shumë të madh dhe më duk sikur që në atë sekond e identifikova shumë veten me atë profesion. Më duk sikur më shkonte shumë. Doje që në momentin e parë. Shumë. Më duk shumë interesante. Edhe mund të ishe zhgënjur që jo, as pak për nuk të doli mjekësia. As pak, bile, ndoshta kjo ishte sepse unë vuaja shumë me peshën, po me nën peshën. Po. Isha shumë e dobët gjithë jetën time, me zi nuk shtoja dot kilogram, nuk çfarë s'kam bërë dhe gjë e parë që për shembull më erdhi në mendje kur kalova tash do mësoj se si të shtoj në peshë për vetë. Kështu di ata që dëgjojnë tani do thonë, ta kishim dhe ne këtë problem.
Cili është ajo, po themi, nga eksperienca jote, leksioni kryesor apo një gjë që ti e ke parim në dietologji, që është ai postulati jot kryesor që mban atë kurorën kryesore. Ka diçka që në dietologji është rregull që për ty? Patjetër. Cili është? Është një fjalë vetme. Ekuilibri. Ekuilibri në ushqim është gjithmonë çelësi i suksesit. Masa. Çdo gjë me mas. Sikurse edhe në çdo fushë të jetës, mendoj, edhe në gjendjen e brendshme shpirtërore të njeriut, e kupton që ekuilibri është ai që të jep mundësi të mbijetosh, të garanton mbijetesën. Dhe tek ushqimi, nëse ti ke një ekuilibër dhe konsumon gjithçka nga pak, nuk rrezikon asnjëherë që të marrësh me shumicë gjëra që nuk duhen, për shembull nga një ushqim, dhe të marrësh me pakicë gjëra që duhen. Ajo që ndodh sot, me thënë të drejtën, është pikërisht që ne marrim shumë nga ato që s'duhet dhe shumë pak nga ato që duhet në lëndë ushqyese. Si kontrollon truri këtë proces, Blerina? Ka një se njerëzit thonë nuk mbajnë dietë, më përpara, ekuilibrin ta ka dhënë vetë natyra, se nuk ishte shumë mundësi ti që të përpunoje ushqime dhe të haje gjithmonë një gjë, sepse natyra prodhonte me cikle. Dhe ti respektoje ciklet e saj, dhe vetë natyra që të mbijetoj ka nevojë për larmi, ka nevojë për biodiversitet, ka nevojë për shumëllojshmëri bimësh, dhe ashtu sikur se shkatruam shumëllojshmërinë e bimëve, ashtu kemi shkatruar edhe ushqimin ton, sepse kemi shkatruar shëndetin sepse kemi shkatruar shumëllojshmërinë e baktereve tona që kemi në aparatin tretës, të cilat janë imuniteti i njeriut. Lidhet jashtëzakonisht shumë gjithçka. Domethënë gjithçka është e lidhur, është gjithçka e lidhur. Perfekt ndonjëherë të në mënyrë absolute. Domethënë ekuilibri, këtë fjalë, ekuilibri është gjithmonë siguria maksimale për një njeri. Ka efekte edhe të jashtme ndonjëherë që ndikojnë në çrregullimin, po themi, të peshës trupore, ndonjëherë nën peshës apo mbi peshës, edhe të njerëzit që hanë normalisht me ekuilibër, por që shkaktojnë këtë, besoj, apo? Shiko, mund të themi vetëm 3% e personave që janë obez kanë një predispozit gjenetike vërtet. Vetëm 3%? Vetëm 3%. Pjesa tjetër është le të themi një ekuilibër jo i shëndetshëm me ushqimin, por edhe me psikologjinë e njeriut, sepse ajo që thash, ushqimi kthehet në varësi dhe pastaj atë i gjithë metabolizmit çrregullohet. Dhe nganjëherë bëhet cikël vicioz. Nganjëherë kur ti konsumon shumë ëmbëlsira, ëmbëlsirat të bëjnë të duash akoma më shumë ëmbëlsira dhe të bëjnë të depozitosh djam në mëlçi, të kesh insulinorezistencë, të shtosh në peshë, të duash të hash më shumë dhe nuk bie dot dhe në peshë nëse do pastaj të biesh në peshë. Është një cikël vicioz, të cilin duhet ta ndërpresësh me koshiencë. Një pyetje të shpejtë për të mos dalë nga kjo rrjetë bisedës që ishim. Po rrjetet sociale po ndikojnë pozitivisht apo negativisht në gjithë këtë proces? Duket sikur herë të ndihmojnë, herë të fusin në përsa informacione të gabuara, herë janë bërë gjithë mjeshtra, kjo ChatGPT tani që na e përgjigjen ndonjëherë për lloj gjëra, si e sheh këtë gjithë të proces? Shiko, rrjetet sociale varet se si ti i përdor. Mendoj që rrjetet sociale, gjithçka që ndodh ka dhe të mira dhe të këqijat e veta. Ti sot, në krahasim me 100 vjet më përpara, ti brenda një dite ti mund marrësh informacionin që 100 vjet përpara të duhesh 100 vjet ta merrje. Po mund ta marrësh dhe të gabuar. Po, pikërisht. Problemi me rrjetet sociale është që dhe me AI, me ChatGPT, është që ti nuk ndan dot më të vërtetën nga e gënjeshtërta. Ky është një problem shumë i madh. Nga një anë ti ke informacion dhe ke mundësi të marrësh informacion, nga ana tjetër ti nuk e ndan dot se cili është informacioni i duhur. Tani se se është pozitive apo negative ose sa mirë ndikon dhe sa keq, nuk di ta ndaj, nuk mund të them që shumë keq që u bën rrjetet sociale. Duhet të të pyes pak për dietën tënde që prodhove apo krijove të parë, dietat e para. Mban mend atë periudhë? Ka qenë një periudhë sfiduese për ty dhe ka qenë, domethënë, e vështirë për të bindur njerëzit, kur shikoje rezultatet pozitive, besoj të ketë qenë kënaqësi, ndonjëherë mosbesimi që ka qenë edhe ai, besoj, prezent pas here. Si ishte fillimi? Mbaj mend një shoqen time, Juli Dhamen. Më thoshte atëherë kur i shpjegova idenë që kisha, më tha, si mendon ti që do të paguaj njerëzit të mos hanë? Edhe në atë moment pata një kështu. Jo do paguan, po. Qimet e kokës. Pata një kështu si dyshim, thash, po çfarë do bëj? Ma thua vërtet, domethënë, sigurisht që
ky vendim ka qenë me plot hije mosbesimi në fillim, do kuptohet, pastaj edhe do ketë rezultat, sepse unë se kisha mbaruar universitetin, kisha vetëm një vit eksperiencë në një qendër kardiologjike, nuk është se kisha punuar në qendra të tilla që bënin ushqim, por e kisha parë në Greqi që funksiononin si shërbime. Nuk kisha punuar asnjëherë në këto. Dhe bëra disa receta të para kështu me përkthim, se unë kuzhinjere s'kam qenë, përktheja receta, shikoja që më përshtateshin me përbërësit e duhur, me mamin tim që ishte kuzhinjere e mirë, hapëm një kuzhinë tek ish living room-i i vllait tim, ku na dha kuzhinën në dispozicion edhe stafin e tij dhe një nga kamarierët e tij shpërndante ushqimin në fillim dhe kështu e kemi nisur unë me mamin. Po klientët e parë, po themi ata që u afruan, historitë besoj do të jenë më të ndryshme. Ndër vite do të kesh dëgjuar shumë histori dhe mes tyre besoj ka nga ato normalet, që janë njerëz që duan të humbin peshë, nga ato të vështirat, ka ato që kanë pasur rezultate të mira, ato që më të vështira për t'u arritur. Besoj do të kesh dëgjuar shumë histori të tilla. Kam pasur shumë mira, mund të them, që kanë qenë klientët deri tani që kanë marrë këtë shërbim në Tiranë, edhe ka pas nga të gjitha llojet, nga ata që shikoje pak a shumë edhe karakterin e njerëzve se si funksiononte në këtë aspekt të vetë kontrollit, sepse bëhet fjalë për vetë kontroll, por mund ta kesh vetë kontrollin te ushqimi, nuk e ke për shembull tek diçka tjetër. Dhe jo të gjithë e kanë tek ushqimi. Është e çuditshme se sa luftë e madhe është për disa njerëz, se sa e vështirë është. Nuk është e çuditshme, se duket sikur i nënvlerësoj përpjekjen që bëjnë në mënyrë absolute. Është luftë shumë e madhe për disa njerëz, të cilën nuk e kuptojnë ata që nuk e kanë këtë raport me ushqimin. Kjo është ajo që shpesh herë dhe më bezdis shumë kur i shoh që me sa kollajllëk diskriminojnë dikose ai quajnë sikur është i pavullnetshëm. Është një njeri i dobët, dikush që është i shëndosh. Nuk është e vërtet, në mënyrë absolute, ai është në një luftë e cila nuk varet prej tij më. Pra, është si të merret peng trupi nga hormonet dhe nga neurotransmitorët që nuk i ke dot ti në kontroll. Besoj ka pasur shumë njerëz të cilët duhet të kenë falendëruar, duhet të jenë ndjer shumë falendëruese, besoj duhet të jetë një sfidë e vështire humbjes së peshë në peshë, dhe për këtë mbase jo rastësisht ke fituar dhe këtë popularitetin, por shumë shpesh herë në familje mami kur dëgjojmë këto teoritë e reja kështu, dëgjoj se ka thënë Blerina, më thot mua. Po mirë më thashun kush e di për çfarë ka thënë Blerina? Jo, thotë ka thënë Blerina këtë gjë. Kështu që është mirë kur njerëzit krijojnë, kur shkonte njerëzit dhe krijon një lloj besueshmërie, por sot njerëzit po përdorin disa metoda shortcut, apo të rënit shkurt për të dobësuar, disa prej tyre do të diskutoja shumë shkurt tani, që janë këto format e përdorimit të Ozempikut, injeksionet po quhen, siç quhen në vërtet, të cilat kanë tjetër funksion për cilin janë krijuar dhe po përdoren për funksionet e tjera. Shiko, Mounjaro dhe edhe Ozempiku, pra të gjithë GLP-1 agonistët, janë një zgjidhje kur ka dështuar gjithçka. Do të thënë, kur ti për peshën flas, dhe shumë e rëndësishme kjo që njerëzit ta kuptojnë, janë një vendim që duhet të vihet në balancë sa efekte anësore ka situata jote, pra pesha jote tani për shëndetin, sa po të rrezikon ty pesha jote tani, dhe sa të rrezikon marrja e këtij mjekimi. Dhe këto i vën në balancë vetëm një mjek, i cili të thotë që unë mendoj që rreziku është më i madh nëse ti lë këtë peshë që ke trupore tani për shëndetin tënd, se sa të marrësh Ozempikun. Me këtë dua të them që Ozempiku dhe Mounjaro dhe gjitha këto mjekime nuk janë pa gjë, nuk janë pa efekte anësore. Përkundrazi kanë goxha pikpyetje që vazhdimisht po dalin problematika, por problemi më i madh është që këto nuk të zgjidhin shkakun dhe në momentin që ti ndërpret Ozempikun ose Mounjaron, ti rikthesh me njëherë atje ku ishe
dhe me masë muskulare më të pakët. Ky është problemi. Humbja e masës muskulare me këto mjekime është një nga humbjet më dramatike që njerëzit mund të pësojnë, sepse muskujt në organizmin tonë janë motori djegës i trupit dhe ajo thithja kryesore e sheqerit, e glukozës. Pra muskujt djegin glukozë edhe duke qenë thjesht. Jo, po dhe për strukturën anatomike kam shtuar se përveç kalimin e viteve, rezistencës, përveç gjithë funksionit fizik të muskujve që është një ind i vyer në organizëm dhe është arka e kursimit të rinisë dhe mund gjithmonë. Pikërisht, do me thënë, është shumë e mundimshme të ndërtosh masë muskular dhe është shumë e lehtë ta humbasësh. Dhe e di pse? Pse është e vështirë pse është e lehtë të humbësh masë muskular dhe s'është e lehtë të humbësh djam? E di pse? Sepse duhet kuptojmë biologjinë ose programimin tonë si njerëz. Ne jemi të programuar të kursejmë energji, sepse vim nga paraardhësit tanë të cilët nuk kanë jetuar kur në një det ushqimi, kanë qenë gjithmonë si do gjejmë ushqim nesër, do me thënë gjithë mundimi i tyre ka qenë si të siguroj ushqim, ka qenë një luftë e mundimshme e sigurimi i ushqimit. Nuk është si sot, frigoriferin. Dhe pikërisht, dhe ata dhjamin e kishin të domosdoshëm për të mbijetuar si rezervë. Eksaktësisht, për të mbijetonin dimrin e vështirë, për shembull deri në verën që do mund të kishin ushqim. Dhe kjo e ka sjellë njeriu në një kontradikt të frikshme biokimike të tij. Asnjëherë s'ka mbjetuar njeriu në kushte ushqimi pa fund, bolloku ushqimi. Për ata që po e kuptova shumë qartë. Dhe kisha fjalën dhjami nuk ikën sepse je i programuar që dhjami është i çmuar për ty se të siguron mbijetesën, kurse muskuli nga që është një ind që harxhon shumë kalori, atij nuk i duhet sepse është i programuar që ti do që të mos ketë gjëra që i shpenzojnë. Kjo është totalisht diçka e mbartur nga e shkuara, totalisht pa vend në këtë moment që ne jetojmë dhe prandaj njerëzit duhet të jenë të zgjuar, ta kuptojnë këtë gjë dhe ta manovrojnë. Pra nëse dikush po e sheh këtë bisedë është me mëdyshe për të filluar në një nga këto trajtime me Ozempic dhe Mounjaro, këshilla jote është? Unë sa herë që më vinë në zyrën time, qoftë edhe ndonjëherë me këshillën e mjekut, kur unë e shikoj që është e pavend, për shembull, vajza të reja 25 vjeç, ti i thua pa asnjë problem shëndetësor, me një mbipesh, me insulinorezistencë, me PCOS, ti thua që e vetmja zgjidhje ka ndodhur, që i ka thënë mjekja e vetmja zgjidhje jotja është Ozempiku. Nuk është e vërtetë. E fundit zgjidhja është Ozempiku. Ndryshimi në stilin e jetesës është ndërhyrja e parë sipas literaturës që rekomandohet dhe njihet si mjeti i shëndetshëm i menaxhimit të mbipeshës dhe të PCOS-s dhe të insulinorezistencës. Se ti nëse nuk e edukon atë person që të zgjidhë shkakun që e çoi në insulinorezistencë, pra ti thjesht i maskon probleme, nuk ja zgjidh, se ajo do ta lëri një ditë apo s'janë dhe ilaçe të shtrenjta, si do jetojnë gjatë gjithë kohës të varur nga këto ilaçe, është e pamundur. Ose ti bësh një estetik të jashtme, po ndërkohë asnjë gjë nuk i zgjidh shkakun. Nuk zgjidh shkakun, zgjidh. Për tepër ti nuk mund të vazhdosh përjetësisht të përdorësh atë gjë, s'është. Absolutisht jo, e para sepse nuk ke asnjë referencë, nuk ke siguri, nuk e di se çfarë efektesh do t'japi për një kohë të gjatë, se janë gjenerate re mjekimesh. E dyta është e kushtueshme. Dhe e treta, këto çajra, ku diun, pilula që shohim kudo, përdor këtë, kjo do të opson, kjo të pretoreksin, apo dhe kjo është një industri që duhet marrë me rezerva? Varet, shiko, edhe industria e suplementeve është një industri më vete që si çdo industri tjetër shikon përfitimin. Kjo nuk do të thotë, sikurse edhe industria e farmaceutikës, shqyqyr që i kemi ca ilaçe. Por kjo do me thënë nuk do të thotë që çdo suplement që shitet është për të shitur njerëz dhe nuk duhet, por që ka abuzim dhe aty, ka patjetër abuzim. A ka suplemente që të presin oreksin? Ne për shembull kemi një përbërës bimor që është studiuar në një studim klinik, që është akoma duke vazhduar, i cili nëpërmjet aromave natyrale që ti spërkat në gojë, si levanda, mentja dhe kromi, disa përbërës minerale, të çojnë në tru një sinjal që të pret nepsin, jo oreksin, atë dëshirën e tepërt për të ngrënë, pra cravings që themi ne, atë nepsi është fjala e dur në shqip, se oreksi është tjetër gjë, oreksi vjen nga stomaku, oreksi është uria, ke uri sepse normalisht të duhet hash.
Nepsi është që vjen nga truri. Kush është më i rrezikshëm? Nepsi. Nepsi. Absolutisht, nëse ne do bazoheshim tek thjesht uria e stomakut ton, domethënë te nevojat biologjike tona për të ngrënë, do ishim shumë më të Është e shëndetshëm. faktuar që disa njerëz kanë neps më shumë se të tjerët? Patjetër. Po, nuk është Patjetër. mit kjo që Për shembull, nuk kam neps shumë për shumë. gratë në perimenopauzë, për shkak të ndryshimeve shumë të mëdha hormonale, kanë neps dhe dëshirë për të ngrënë ëmbëlsira sepse kanë nivele kortizolit të larta dhe ajo bie humori i tyre për shkak të uljes së estrogjenit dhe kanë nevojë për prandaj shkojnë janë më të prirura te çokolladat, për shembull gratë, sepse çokolladat jep një ndjesi të rrit dopaminën, të jep një ndjesi qetësie. Sa kalori ka një gotë disarona? Përsisht. Po i ka një 150 kalori duhet t'i ketë. 150 kalori. Ore me qëra fjala, cili është alkooli? Kam dëgjuar që tequila, margarita ka më pak alkool, ka më pak kalori nga të gjithë? Shiko, 1 gram alkool ka 7 kalori, 1 gram yndyrë ka 9 kalori, 1 gram sheqer ka 4 kalori. Okej, kështu që. Varet nga përqindja e alkoolit, se sa kalori ka vetëm pija alkolike, se pastaj varet çfarë i shton. Po i shtove. Unë e di që ti nuk e konsumon alkoolin dhe kafen, apo jo? Nuk Ja, zgaboj, kam se ma lënë. thet pak para intervistës, por po e bëj një gëzuar. Gëzuar. Dhe faleminderit që na erdhe në program, në emision, kështu që do të vijojmë sërish bisedën dhe do të bëjmë falënderim vetëm për një nga sponsorët tanë për Disaronon, meqense na e mbështet realizimin. Aromën e pas ka shumë të mirë. Aromën, dhe shihen patjetër, kështu që faleminderit dhe Ujit Selita gjithashtu na mbështet në program. Dhe i falenderim edhe për kompaninë Brunes, faleminderit që jeni gjithmonë në mbështetje të programit. Uji Selita është shumë i pasur në kalç. Në Dhe është kalcium. një ujë i shkëlqyer për gratë. Fantastike, kështu që ja, pas kemi edhe të certifikuar Dhe kalciumi nga uji përthithet shumë më mirë se sa kalciumi nga ushqimi. Dhe është uji burimi i Selita, kështu që është nga Me ujërat më thënë të mirë. drejtën tani kemi humbur pak rrugën drejt përzgjedhjes së gjithë këtyre lloj suplementeve, mineraleve. Na Atëherë, vjen një, do të thënë na ndihmon pak në këtë Ti bisedë thema ai sa shumë do ndihmosh për të Thema kuptuar. përpara që është një nga këshillat që themi konsumo çka kanë konsumuar të parët të parët e tanë, tu. po. Kjo do të thotë që kjo është gjithmonë një zgjedhje e sigurt. Ato që kanë konsumuar të parët tanë, sepse genet tona janë përshtatur me atë lloj ushqimi dhe është gjithmonë më e sigurt, më safe të konsumojmë ushqime që janë konsumuar nga parasit tanë. Rregulli kryesor në zgjedhje është të mos jenë ushqime të përpunuara, mos të ketë ultra përpunim sidomos, mos të jenë ushqime që kanë shumë ingredient brenda të shtuar. Okay. Pra, ushqimet e paketuara për mua janë totalisht të anulluara. Ushqime që shiten në raftet e supermarketeve dhe që qëndrojnë me javë, unë nuk i qas Konservuara. kur, nuk i prek me dorë, nuk i quaj ushqime dhe përpiqem gjithmonë që të ndërgjegjësoj sa më shumë njerëzit. Ato ushqime nuk janë për shëndetin tonë, ato janë për xhepat e industrisë ushqimore. Pra ato thjesht përfitojnë për të përfituar. Asnjë gjë tjetër. Është thjesht për të përfituar. Ato nuk të vrasin në moment, të vrasin ngadalë. Ka vdekje të menjëhershme, ka dhe vdekje të ngadalë. Këto janë vrasës të ngadalë të shëndetit të njeriut dhe jam e sigurt që një ditë do quhen njësoj si duhani këto ushqime. Dhe po nëse nuk e ke dëgjuar, ne kam thënë herë të tjera, është e njëjta industri ajo që ka marrë në dorë ushqimin, industria e duhanit. Dhe përdorën të njëjtën marketing, të njëjtën strategji. Do të thotë po thua që dhe këto ushqime nuk do jetë e largët koha kur do vihet ndonjë absolutisht si paralajmërim që kujdes sepse ky produkt dhe në Amerikë ka filluar një lëvizje e tillë dhe shqyr që filloi për ushqimet e përpunuara. Pra, janë totalisht ushqime të dëmshme. Këto do t'i hiqja totalisht nga lista e ushqimeve. Pijet e gatshme, në mënyrë absolute janë një nga bombat metabolike për shëndetin e njeriut. Jo më kot 70% e popullsisë adulte janë tashmë me insulinorezistencë. Nuk ka qenë ndonjëherë më përpara, nuk e shihnim neve përpara 10 viteve ose 20 viteve insulinorezistencën te fëmijë të vegjël. Sot e shoh një herë në javë në zyrën time. Vajzat të reja me PCOS, me insulinorezistencë, që nuk mbeten dot shtatzanë sepse kanë një çrregullim totalisht
të hormoneve për shkak të insulinorezistencës. Nuk është në supermarket nuk pa ka ndodhur marrë më një përpara. shishe me ndonjë lëng, çfarë do lloj qoftë, për mos fol për këtë pjetë energjike ose jo për ti Këto janë të gjitha tani, kjo është çështje kulture. kultura, sa do thosha. Jo vetëm, sigurisht që familja është ajo që të paktën tek fëmijët që ka në dorë situatën, mirë po nuk vuri dorë edhe shteti, është e pamundur që kjo gjë të zgjidhet, sepse ti nuk mund t'i thuash dikujt që është në mes të duhanit mos pi duhan, ose në mes të alkoolit mos pi alkool, ose ti thuash dikujt që është me surf në det mos u lag nga deti. Pra nëse ti ja ke bërë kaq të kollajt këtë ushqim dhe pastaj thua mos e zgjidh se s'është i mirë për ty, është shumë e vështirë për njeriu ta zgjidhë, se dhe njeriu qenia njerëzore më përpara kur shikonim këto filmat, vërtet, kur shikonim këto filmat kryesisht amerikanë që hapnin atë pasqyrën në tualet, dhe kishin lloj shishesh, lloj gjashtë, çaj kanë gjithë këto barna apo themi apo suplemente. Dhe tani gjithë pak a shumë jemi bërë me magnezin dark, me zinkun, domethënë na janë shtuar kaq shumë do suplemente, por nuk po dim cilat janë vërtet. Ta sqarojmë këtë se është shumë e rëndësishme kjo që the. Në vazhdimsi të pyetjes që më bëre si ti zgjedhim ushqimet, e para është të heqim ushqimet e përpunuara. E dyta të fokusohemi dhe pijet me sheqer. E dyta të fokusohemi absolutisht 80% e ushqimit tonë të jetë ushqim i freskët, i ekuilibruar midis prodhimeve shtazore, bulmet, mish, peshk, pul, vezë, me produktet bimore në një harmoni të plotë, fasule, qiqra, thjerza, legume, grur, nëse kjo piramida ndryshoi pak tani. Ajo, ashtu si ndryshoi. Do me thënë, një kombinim, një harmoni midis produkteve shtazore dhe bimore të papërpunuara, të freskëta. Kjo është më e rëndësishme, po. Më e rëndësishmja. E dyta, pra larmia dhe freskia, dyta ose treta është stina. Të ndiqet stina. Do me thënë, frutat dhe perimet e stinës janë gjithmonë më të shëndetshme se sa jashtë stinës. Të përdoret vaj i ullirit në gatim, të hiqet dorë nga margarina dhe vaj vegetal tjetër, me shumë kujdes, me shumë, do me thënë, mas, gjalpi, mishi me yndyrë, të ketë gjithmonë një lloj kufizimi në sasi. Ti e pro vaj të ullirit? Vaj i ullirit, absolutisht, është nga më të studiuarit. Të paktën për vajin e ullirit kemi shumë studime që tregojnë që është shumë rezistent në gatim se sa vajrat e tjerë. Jo, se ato kalorit me pika kështu dhe pa, vetëm të vaj i ullirit nuk duhen matur kalorit. Po tani yndyra nevojitet në gatim, po neve kemi një gjë, neve teprojmë ham një 700 kalori nga ushqimet nga 3-4 biskota, një kështu një aty, nga 3 kafe me sheqer, nga 2 gota edhe pastaj matin. E vërtet, po. Kurse për të ardhur te pjesa e suplementeve, kjo është një gjë që ta sqarojmë me të vërtetë sepse kanë ndryshuar gjërat. Para 20 viteve, kur unë mbarova shkollën, ne thoshim që ushqimi ditor i ekuilibruar dhe i shëndetshëm mjafton që ti të marrësh gjithë lëndët ushqyese. Mbas 20 viteve dhe studimet të fundit kanë treguar që tokat në përgjithësi që prodhojnë ushqim për shkak të bujqësisë industriale, për shkak të bujqësisë konvencionale, po ushqimit të industrializuar janë varfëruar aq shumë sa ushqimet tashmë nuk kanë të njëjtën vlerë ushqyese siç kanë pasur bile me 100 vjet përpara, janë 100 herë më të varfra. Sidomos në magnez, në potas, në kalcium dhe duhet të kuptojmë që ushqimet, se këtë ma thon shumë shpesh dhe nuk di domethënë se kuptojnë. Më thonë, gjyshja ime nuk merrte këto vitamina që na rekomandon ti dhe ishte. Po çfarë thua, po si mund të krahasosh gjyshen që jetonte në ato kushte, me atë ushqim, me atë aktivitet fizik, me atë ajër, pa atë stres që kemi ne sot, me kushtet e sotme, është edhe në fizik nuk krahason dot shpejtësinë e një njeriu në ujë dhe shpejtësinë e një njeriu në tokë. Pra është totalisht jashtë krahasimit. Kështu që po thua janë të domosdoshme suplementet. Disa suplemente janë të domosdoshme, siç është vitamina D. Vitamina D nuk merret nga ushqimi, merret nga dielli. Shumë pak nga ushqimi. Dielli, duke qenë se ne nuk dalim më absolutisht siç kemi dalë 30 vite më përpara në diell, as 20 vite më përpara, ndoshta as 10 vite më përpara, ne dalim shumë më pak sepse kemi shumë orë të mbyllura nëpër zyra, nëpër ambiente të mbyllura. Ne ecim me makinë, nuk ecim më në këmbë, ne vëm krem kundër diellit.
Dhe është e Është e rëndësishme pamundur dhe vitamina ne D? Vitamina D është jetike, është thelbësore. Vërtet. Unë mendoj që është një nga veprimet më të thjeshta që njerëzit mund bëjnë për të siguruar sigur disa vite jetë më shumë, sepse vitamina D në 2000 gene të organizmit ton kanë receptor për vitaminën D, që do të thotë që ndikohen nga vitamina D. Pra 2000 procese fiziologjike në trupin ton janë të lidhura me vitaminën D. Çdo qelizë imunitare ka receptor për vitaminën D, që do të thotë që për një arsye i ka. Dhe studimet në kohën e Covidit treguan që personat që kishin vitaminë D në normë nuk përfunduan asnjëri prej tyre në intensive care unit. Kështu që vitamina D është Po shqiptarët përgjithësi kanë mungesë në vitaminën D. Sa herë më thonë, po pse ta marrin vitaminën D se ne jemi vënë me diell. Vitamina D nuk merret kur ka diell, merret kur ti ri në diell. E kupton? Kush ri në diell? Ti dhe në verë vdes, nuk ri dot më në diell. Unë për shembull s'ri dot se e kam të pamundur, shumë e vështirë. Po mbas vitaminës D, nëse do rendisim 3-4 vitamina të tjera po aq të rëndësishme, cilat do ishin? Vaj i peshkut. Vaj i peshkut është një nga suplementet që ka studimet më të shumta për ndikim në jetëgjatësi, ndikon shumë në sistemin nervor, në imunitet, në sistemin antiinflamator, vaj i peshkut, dhe në sensitivitetin e insulinës. Dhe duke qenë se dieta jon ka bërë një shift të frikshëm nga paraardhësit tanë të cilët konsumonin edhe mishin e kishin shumë më të pasur në omega 3, sepse ishte një mish që kulloste jashtë dhe kishte tjetër profilin yndyror nga ky që ham ne sot. Plus që neve sot përdorim shumë vajra vegetal të rafinuar në gatim, kjo ka bërë një çrregullim total të raportit të omega 3 me omega 6 që ka dieta, i cili duhet jetë pothuajse 1:1, sot është 1 me omega 3 me 20 omega 6. Pra nga 1:1 ka shkuar 1:20. Kjo ka sjellë një përgjigje më inflamatore në organizëm. Dhe për këtë arsye, për sëmundjet kardiovaskulare, sidomos, për ata që kanë kolesterol të lartë, për ata që kanë tension të lartë, për ata që kanë probleme kognitive, vaj i peshkut është i domosdoshëm, sepse truri jon përbëhet omega 3, në pjesën dërmuese të tij nga këto acide ylërore që gjenden vetëm po te mirë, peshku. duhet marrë gjithkohë apo sa? Edhe gjithkohë. Vitamina D për mua dhe omega 3 që janë suplemente bazë. I treti suplement që për ty do ishte po prap shumë i rëndësishëm. Magnezi, okay. Magnezi është i domosdoshëm sepse të thash që magnezi po vërehet që është varfëruar shumë në ushqimin e përditshëm. Ushqimet të pasura në magnez ka, që janë kastyset, frutat e thata, farat e kungullit, farat e linit, fasulet, qiqrat, por prapse prap, domethënë është pak e vështirë që të arrihet sasia e nevojshme dhe magnezi është gjithashtu një mineral që ndikon në 350 enzima dhe është i domosdoshëm për alergjit, për shembull. Unë kam rastisur kur punoja në spital në Greqi, një person i cili vuante nga azma dhe mjeku alergolog i dha magnez dhe ai nuk pati më episod azme, e cila, do të thonë ishte jo të gjithë do funksiononte një gjë e tillë, nuk them se magnezi shëron azmën, por tek ai person kaq e theksuar ishte mungesa e magnezit, sa arriti ti kontrolloj komplet ose ti eliminoj komplet episodet e azmës. Këto do ishin disa nga suplementet më, po themi, këto të treja i shoh shumë të rëndësishme, probiotikët janë shumë të rëndësishëm sepse flora jon bakteriale është ekspozuar shumë ndaj ndryshimeve të ushqimit dhe të gjithë mënyrës së jetesës që ne kemi. Pra mendoj që edhe flora bakteriale është dëmtuar shumë. Do të pyes për një gjë që mbase shumë njerëz e kanë duan ta bëjnë, por mbase nuk janë sigurt nga ana shkencore. Fasting është një gjë që ja u këshillon njerëzve? Shiko, fasting nuk është për të gjithë. Këtë duhet ta themi në mënyrë absolute, nuk funksionon për të gjithë. Unë nuk jam marrë me shumë e fasting, por unë kam dëgjuar shumë, kam lexuar shumë pionerët e fastingut, që është një nga ata është Walter Longo, që gjithë jetën karrierën e tij mjekësore dhe kërkimore ja ka kushtuar fastingut. Dhe kanë studime të mrekullueshme ndër vite. Ai vetë më në fund, pasi ka bërë gjithë këto studime gjatë gjithë këtyre viteve, thotë që e para fasting nuk është për të gjithë dhe e dyta fasting mbi 14 orë
është në shumë raste mund të jetë i dëmshëm se sa i dobishëm. Veçanërisht për gruan fastingun nuk është. Sepse gruaja rrezikon më shumë të ketë nivele të larta stresi në momentin që nuk ushqehet dhe rritet kortizoli dhe humbet masë muskulare shumë më shpejt se sa dikush tjetër. Sidomos në fazën e ndryshimeve të saj hormonale. Kështu që fasting me ditë të tëra unë s'do ta rekomandoja kurrë, ose në raste shumë mjekësore, sepse mund të ketë specifikisht raste mjekësore që mund të përfitojnë. Por për një person që do të dobësohet, nuk do ta rekomandoja, sepse e para punë studimet nuk kanë treguar që pas një farë kohe të gjatë fastingu dhe një dietë ekuilibruar ka ndonjë ndryshim të madh në rënien në peshë. Dhe e dyta sepse ti humb masë muskulare që është shumë e dëmshme për metabolizmin dhe për kontrollin e peshës. Rrezikon ta humbësh, po. Aq më tepër njëri që stërvitet nuk mund bëhet fasting apo varet? Është e vështirë. Një njeri që stërvitet ndoshta mund ta ruaj pak më shumë masën muskulare gjatë fastingut, po një njeri që nuk stërvitet po njëri që stërvitet, nëse duhet ta minimalisht 4-5 herë gjatë ditës, domethënë vakte sa do të vogla, prap nuk i del llogaria për të mbajtur të fasting pastaj se kur do t'i hash, se paktën këto vakte do t'i hash 3-4 orë kështu. Zakonisht fasting bëhet ha një herë në ditë ose ha 2 herë në ditë, ka dhe fasting të ndryshëm. Megjithse kam njohur një instruktore palestra që më tha që unë ha një herë në ditë, dhe në fakt ajo nuk ishte e njohur, kishte një eksperiencë, por varet se çdo praktik është e veçantë në llojin e vet. Absolutisht. Çdo njeri ka eksperiencën e vet. E vështira është ajo që tham në fillim, që ti nuk e mat dot se çfarë efekti realisht ka në organizëm fasting, sepse janë kaq shumë të komplikuara biokimia e njeriut, se s'di këtë masësh më përpara. Po në shtëpi u mat kaloritë atyre? Dëgjoj. Videot më të bukura në fakt janë ato tuat me fëmijët edhe tani janë rritur në fakt. Po, tani s'të pranojnë. Tani nuk pranojnë më dalin nëpër video, po mbaj mend që ishte një periudhë që ishin shumë argëtuese mënyra se si ti doje ti përfshije dhe që nuk donin të përfshiheshin, por si kanë raportet ata me kaloritë? Jo, ata s'kanë asnjë probleme. E sjell në shtëpi ndonjëherë edhe këtë punën apo? Unë mendoj që me ata kanë bërë një punë të mirë, deri diku fëmijët e mi nuk kanë ngrënë kurrë ushqime të gatshme, në shtëpi kanë ngrënë ushqim normal. Dhe kjo deri diku ju ka vlerëtur, sepse tani nuk i kërkojnë këto ushqimet e stërpërpunuara, sigurisht në raste porosisin dhe ndonjë gjë, por nuk është bërë asnjëherë rutinë që ata të kenë probleme me peshën, nuk bëhet fjalë. Nuk ju kam matur ndonjëherë kaloritë, sepse mendoj që nëse ti nuk i vërtet kur hanë çokoladë. Tani që ju bërtas ndonjëherë kur kërkojnë kështu ose kur konsumojnë ndonjë pistëllëk e them unë, ju bërtas, sidomos çunit se gocës jo. Po çuni është shumë fitit, shumë në formë, i holl, merret me palestër, i ka qef këto normalisht si adoleshent. Zihemi ndonjëherë këtu, ti vetëm kështu ditë thuash, më thot mua ndaj këtej. Po që e kanë atë pjesën e tënde që e kanë i druhen pak atij komentit tënd. Patjetër. Për kujdesin. Patjetër, gogol ju a kam bërë. Nuk është se mendoj se kam bërë taktikën ose strategjinë më të mirë pedagogjike. Se kam përshtypjen me të tutësh më e vështirë se sa me të tjerët. Patjetër, se shiko ka një gjë, se mua më thëmë se ke mamin është ndosh, pse ke burin është ndosh. Njerëzit përgjigjen për veten e tyre. Unë, po t'isha unë e shëndosh, do t'i thosha, po t'i kisha fëmijë them deri 18 vjeç të shëndosh, do jepja llogari. Po për të tjerët nuk jap dot llogari se s'ka të bëj. Shikoj, njerëzit e dinë shumë mirë se si dobësohen. Puna është, nuk është se gjithë kanë nevojë për dietolog që të kuptojnë që shëndoshen se hanë më shumë se ç'duhet. Puna është tek vullneti dhe tek vendosmëria çdo njeriu. Po këto mitet funksionojnë, çuditëra, këto ujë ngrohtë mëngjes me limon, pa limon. Jo, këto janë mitet të krijuara kështu që. Ska lidhje. Ju thonë Blerina ekuilibri, të kthejmë edhe një ekuilibrit. Ekuilibri dhe cilësia. Është ai që na mban në një standard jetësor, po themi optimal për shëndetin, se pastaj çdo shqetësim shëndetësor i jashtëm. Ekuilibri, cilësia dhe sasia. Domethënë këto të treja janë të domosdoshme. Pastaj
është edhe ndërgjegjësimi dhe informimi për zgjedhjet që bën, duke qenë se jeton në një ambient që të imponon gjatë gjithë kohës zgjedhje të gabuara. Po, kam disa pyetje të shkurtra kështu për ty nga këto, më shumë që mund të japim përgjigje duke qeshur se sa për t'i marrë seriozisht në fakt, sepse të tilla janë nga natyra. Për shembull, byrekun, nëse do të zgjidhje që ta konsumoje, me çfarë do ta konsumoje? Byrekun që bëjmë ne e qajmë, byrek me spinaq, me erza, me qep të njoma, me djathë të bardhë, siç e bën te gjyqejmë edhe me vaj ulliri, vdes për atë, edhe me presh, bëhet shumë e mirë, është ushqim i shëndetshëm, po të respektohet receta tradicionale. Patjetër, po të bëhet me mas. Edhe ka gjitha të mbushje jeshillëj që është brenda edhe është shumë i mirë. Byrek shumë nuk do haja kur në për rrugë. Po mirë, ai rrugës. Përveç njerëve që kanë po mirë, se do të prishim punë në një biznes të caktuar, por përgjithsisht tani të jemi realist, në një bisedë si kjo nuk mund ta pranojmë që ai byreku i rrugës është i shëndetshëm, po megjithëse. Ja, i shëndetshëm s'është, po ndonjëherë s'm pëlqen as në shije fare, më thon rrallë bëjmë byrek të mirë. Kush është më e keqe, birra apo vera? Shiko, për birën ka një lidhje me shtimin e dhjamit rreth organeve të barkut. Ndërsa vera është më e shëndetshme, mendoj, edhe pse kanë dashur që birën t'i fusin pak nuanca, bën mirë për këtë për atë. Me verën nuk krahasohet. Vera e kuqe është gjithmonë ka të paktën resveratrol. Ujë me gaz apo pa gaz? Të dyja njësoj janë. Gaz, unë e pi me gaz gjithë jetën tim me ujin. Gazi është thjesht ajër që si të hyn del, nuk është se ka asnjë problem. Nëse ti nuk e mban gjatë në gojë dhe kanë çik aciditet më të lartë dhe mund të... Mjalti të shëndosh? Po ngre me kile, sigurisht që... Se po se thonë që është i shëndetshëm, prandaj. Shiko, mjalti nuk e rrit sheqerin njësoj si sheqeri, sepse ka disa, po t'jetë mjalti i mirë i pastër, puro, t'jetë natyral. Mjalti ka dhe disa përbërës që nxisin djegjen e sheqerit në organizëm, ka enzima, ka antioksidant, polifenole, ka disa acide të cilat bëjnë mirë për metabolizmin, por domethënë jo se nuk po ngre ti mjalt nuk do të rritet sheqeri, por ka dhe përbërës të tjerë të cilat janë shumë të shëndetshëm dhe e bëjnë diferencën nga një lugë sheqer. Tani po more kavanozin me mjalt, normalisht që... A ka pacient që të gënjejnë dhe tjerë kuptojnë që të gënjejnë pacientëve, që pacienta që marrin dieta, se nuk janë më pacient. Ja, vetëm që ka. Po më vjen plasje, se nuk kam... Do me thënë, s'di si t'ju avërtetoj se... Do me thënë, ju thoni që ekziston pacienti klasik që thotë unë ha vetëm salat dhe prapë shëndoshëm? Unë sa fare, ora, salat. Nuk ha fare, do me thënë, nuk e di si shëndoshëm tani. Nuk duhet t'i hy në hak se mund të ketë edhe nga ta që ka një luftë, do me thënë, nuk shëndoshen dot, sepse, siç të thash, insulinorezistenca nuk të lë të biesh në peshë, për shembull. Sepse insulina është hormoni që ti depoziton. Ja, kuptoj. Dhe rritet mbasi ti ha që të kesh depozita. Po që si insulina është gjithkohës e lartë, nuk lejon këtë anën tjetër të metabolizmit që të harxhosh. Ti kur e njohe bashkëshortën, kishe filluar shkollën, studimet për dietologji? Jo. I kisha mbaruar, kisha ardhur këtu, kisha hapur dhe biznes. Okej. Atëherë pyetja është kur dolët në darkën e parë. E vure re se çfarë porositi ai? Fare. Se mbaj mend fare. Shikon se ç'fokusuar pas kam qenë. Domethënë nuk do kishte ndikuar nëse ai do kishte porositur për shembull një diçka jo të shëndetshme, do të kishte dashur për prapë insulin. Jo, pas nuk ishte ai testi. Se mora dietolog. Se mora për të marrë në punë si dietolog. E gjykon ndonjëherë njëri nga ajo që porosit? Po, okay. Kjo është ajo, si e thënë, efekti ansori i profesionit. Po. A të ka ndodhur ndonjëherë që jeni në një darkë miq edhe kështu dhe pa dashur fillon të flasësh për... T'ja ngecesh në fyt, thua. Ndodh. Sa duash ndodh, ja, them kështu. Nëse do ishe një ushqim nga planeti, me një kështu klik, një gjë që është komplet e pashëndetshme, çfarë do ishe? Ka shumë. Po ka shumë. Ka shumë, po të gjitha këto
ushqimet e gatshme, sidomos ato për fëmijë do t'i zhdukja. Ato që janë të Këto që konsumojnë fabrikuara. fëmijët më shumë, ose ndoshta edhe pijet. Me thënë të dyja aty janë shumë, i shoh shumë gjynaf. Eci në rrugët e fshatit që jetojnë në domje, shkoj deri në punë për shembull, edhe aty kaloj nga shkolla dhe shikoj gjithmonë fëmijë të vegjël me një kanaçe në dorë ose me një gjë, me një qese në dorë. Edhe është për të ardhur keq. Edhe sinqerisht më vjen shumë keq. I shikoj, domethënë, na kanë kthyer në viktima, nuk ju bëhet vonë fare për njerëzit, ata që udhëheqin, po themi, botën për mendimin tim, janë kthyer jo në demokraci, por në komplet në fuqi, pra dominon thjesht ai që është i fuqishëm, i forti, jo populli, po themi, dhe i kanë kthyer njerëzit thjesht në konsumator, në njerëz që ti kontrollojnë si mendojnë, si ti argëtojnë nga pak shumë me budallaliqe, me gjëra pa sens, pa kuptim edhe dhe këtë gjë më sjell në mendje sa herë që shikoj këta fëmijë të vegjël që janë gjithmonë dhe janë dhe të gëzuar që kanë marrë diçka të tillë, quajnë. Urojmë që gjërat përmirësohen, do nëse është sfidë për ju, sidomos që jeni në këtë sektor, të jepni maksimumin të ndërgjegjësoni dhe të bëni jetën më të mirë të njerëzve. Megjithëse planeti sa vjen dhe po e ka më të vështirë gjithë këtë proces, ma e sa po shohim, po urojmë që të përmirësohet situata. Po ju do keni më shumë punë në këtë rast, në kuptimin për te shakave. Është një temë shumë e gjerë, nuk do mbarojmë ndonjëherë së foluri, por më shumë se patjetër për këshillat e tua, ta thash në fillim bisedës që të stimoj për punën dhe për personazhin që ti je dhe të falenderoj që na erdhe në program dhe biseduam për këto tema. Shumë kënaqësi Drini dhe të uroj shumë suksese në këtë nismë të re dhe ta shijosh sa më shumë dhe të rritesh sa më shumë, sepse nuk duhet të pushojmë asnjëherë së rrituri si njerëz. Falenderoj shumë. Rafsh. Thank you. Mirë shkoj, patu në kështu gjë teknike, në kështu ja. Okej, super, Rafsh. Jemi të mbar. Kjo është, na vini ndonjë filtr se ja po merr akse kemi and blonde, Drini in the city when Tirana doesn't sleep. Late night